Njani prej muslimanëve mbeti për teshat të cilat nuk i përdorëm ma. A ban mja dhon fukarat se pas ka një dikon një hoxhi cili ka thonë nuk ban mja dhon fukarave për shkak se mujnë me bo sekher. Nga një musliman, Allah është dëshmitar që unë nuk e di cili hoxh ka folas, nuk më intereson në bazë kjo punë heq, do më thonë Allah na falë, këtë mujna me gabu, në më thonë si cili flet e mundet me gabu. Ajo që ka na intereson neve është që nuk ka argument me të cilin mujna me ndalu mi adhon fukarave teshat. Funit të musliman, kjo më takon me folë kështu, për shkak se një më rrit me teshat farta. Krejt musliman të Kosovës i në rrit me teshat që ne kanë falë njerëzit. Të është nuk po bajka, pse? Ku është argumenti? Më utut prej sehrit, e mos me të adhon teshën, e qka mi ba teshës me gju pashën për lëk? Kjo është prej mohimit mirave, ndodhë që ti e kini tesh, që nështë nuk bjen ma, nështë veç pak jetrash nuk bjen ma, po foli si të shpia, jetrash pak nuk bjen ma. A shumë e mirë tesha, 2 herë ke vesh, me gjumë për lak se po tutesh ose po tutet, jo rëllam, jo, ja jep, ja fal, është sadaka. Ajo që nuk ban me dhonë, është nuk ban me dhonë ato të cilën ti nuk e përdor ma dhe e din që kërkojnë asibim kërgjat. Edhe din që në të kuptim veç me hek për shprije, kështu s'ban. Ka njerës për shama dhe marrën një diçka hekin për shprije qojnë gjami, ose marrën për këtuet e hekin e qojnë një fukaras, realisht ja ka zonë udhën veti, aje që ka të pengon ty, edhe është e keqe nuk i më kërkojna, mëse jap kërkojna, ama këteshe e mirë, ke rujtne, është sadaka në qofë se jap. Për fond po thamë, ke kushke a i vlavi joni cili ka folë, nuk e nja, valla është dëshmitar që asja di jemnin, asja di ftyrën, se nuk e kom pa vetë. Jo në vetë për këta, edhe për ata po foli, ama e kem pash për shkak se i në arrit me këtu, i në arrit me qëto tesha, e tash më bëha si cilë nuk e apëm, pse nuk e apëm na, qa kem na që si apëm. Më kujtuat njerë kër mi ka pru një i në gjafshëm jem një par këpuca, i kom pas një 3 numra ma të mdhaj, se sa ka ma jam në atë ko, a dhe shumë gëzu, 3 numra ma të mdhaj, do e dhe shumë rajshin, me gjithat i më gëzu me në gëzim, jarëzaka shumë se nuk në pas. E tash, i në po pësha si që nuk po bajka mi adhon hedije, po du fka mi gju krejt, mi kallë krejt, se nuk po bajka pe ka ku e mësum ta, thjesht, ku është argumenti për ta. Aja që ka njohëm, len të nellu lbera, khatte të nëfiku mime të khibon. Nuk e mrini mirësin e bereqetin e madhë, musliman lakon e mirë, dheri sa t'jepni prej asona që e dani mas shumëti. E hjek teshën ma qësrajt. Ka pas pisa dhe ka hjek teshën ja ka dhanë. Din musliman të ta. A nuk o tuta i beserit? Në qofë se jep teshën e re, është ma herë, mirë po kjo nuk o të keqen ta në qofë se jepëm. Allah azvëgjel në rujt e në një moft, ma banë Allah nuk e menova kërkan, e menova veç temën. E lusë më Allah në azvëgjel në falë.